është nisur si një takim mbase jo aq protokollar dhe ka përfunduar në një takim pak më protokollar, duke marrë në konsiderat faktin që rëndësia dhe pesha e samitit ekonomik të Delfit është pika kryesore ku ne duhet kapemi dhe duhet ta shikojmë prezencën e kryeministit Rama aty si një moment shumë të rëndësishëm për rolin e Shqipërisë, për peshën ekonomike dhe politike që ka ky samit dhe rolin e Shqipërisë në një farë mënyrë në arenën e Ballkanit Perëndimor, por dhe të Europës, sa i takon procesit të integrimit dhe të qenurit e Shqipërisë e hapur për të futur në bisedime dhe për të sheshuar ato që konsiderohen problematika të mbetura pezull, që në vetvete kërkojnë një negocim shumë specifik dhe ky negocim specifik do të vi jo vetëm si dorëheqje e kryeneçësisë së dy vendeve, por patjetër Shqipërisë do t'i japi dhe do t'i sjellë një kosto në vetvete, se nuk mund të negociohen çështje të tilla, por kur flasim për çështje të mbetura pezull, ne gjykojmë se këto çështje në vetvete janë çështje të thjeshta për tu negociuar. Kosto e Shqipërisë është që do të heqë dorë në momentet të caktuara, ndoshta nga të drejta, kur flasim për çështje minoritare, do kur flasim për të drejtat, kur flasim për çështjet e detit për të negociuar, kështu që nuk deti është gjykatë ndërkombëtare. Kështu që jemi në të dy palët kanë rënë dakord se do ta zgjidhin mos dakordsinë. Pikërisht, kështu që në këtë pikë jemi që deti nuk është çfarë do t'i kushtoj, çfarë do t'i kushtoj zgjidhet nga gjykata ndërkombëtare. Pikërisht, kështu që po flasim për çështjet minoritare. Çështje tjera po. Në këtë pikë Shqipërisë në një farë mënyrë do t'i kushtoj, do të ketë një kosto për Shqipërinë, një negocime përfundimtar. Duhet Shqipëria të heqë dorë nga disa të drejta, në një farë mënyrë, për të shkuar te ky lloj negocimi. Për shembull, për shembull te minoritetet, çfarë do heqë dorë Shqipëria thoni? Duhet parë se si do të negociohet, sepse kryeministri nuk ishte specifik. Tha që ne do të bëjmë marrëveshje specifike, marrëveshje që do të shkojnë në një pikë të dytë të negocimit, por nuk u fol konkretisht se për çfarë flitet dhe ku do të konsistojnë këto marrëveshje. Kështu që vlen të shihet ku do të konsistojë dhe çfarë do t'i kustojë Shqipërisë kjo marrëveshje me Greqinë për të negociuar për hir të procesit integrimit. Stavri? Se kjo është interesante, kjo është çfarë do të çdojë Shqipëria. Çështja e detit e tham, zgjidhet nga gjykata. Sigurisht, unë duke parë edhe deklaratën që bëri kryeministria greke për sa i përket protokollit, do ta konfiguroja dalin e Ramës me kostumin sportiv tradicional edhe vetë konfigurimin e takimit, sikur të ishte Ismail Qemali në këtë takim. Po jo mos e ka nga hernia diskale, më beso mua. E kam parasysh që... E ka hernia diskale, s'ka lidhje me... Ismail Qemali, po t'i referemi kohës, bëri një marrëveshje me Grekën në vitin 1108 me Athinën, e cila, në Gjozi di shumë mirë, anën protokollare, e cila prodhoi Federatën e Ardhshme Shqiptaro-Greke. Pastaj dihet si përfundoi Ismaili, i tradhtoi grekët, mori financimin prej tyre, i tradhtoi grekët dhe pas një viti përfundoi në Rom, derisa vdiq misteriozisht. Do të thoshja në vazhdimin e kolegës time këtu që topin tani është krejtësisht në palën greke. Rama, si të thua, shkojnë në Athinë, Dafni, janë gjithë oligarkët, gjithë duan tendera. Rama shaqi aftë, i bën ciklin për para, përgatit çdo gjë, si shpërgatiti me greko-amerikanët që shkoi tek ambasadori amerikanë, dhe ja mbylli Miçotakis. Miçotaki nuk ishte ndërmend për ta takuar Ramën. Gjithë media greke fliste që nuk do ta takonte. Kështu që mbyll ky cikël. Mediat greke dhe portalet shqiptare janë shumë, një gjë tjetër që na bashkon. Ndjes për ju se ju të dy drejtoni portale, po ju jeni pak më ndryshe. Po portalet greke dhe portalet shqiptare janë rrot me njëri tjetrin që ja fusin kot. Tani të vazhdojmë. Ajo që ka dalë që dje agenda zyrtare që dje herët pas dite dhe është tonë është konfirmuar që dje herët pas dite takimi Mitsotakis. Ta vazhdoj që më tej bisedën dhe tem ka qenë më tepër spekulim. Unë doqja dhe shkrimin e Minxhozit, i cili referoi dhe ishte një kundërpërgjigje Kathimerinis, për shkakun që vetë Kathimerinia e kishte titulluar edhe për problemet me Imar. Pas kam dhënë kundërpërgjigje. Unë ashtu kuptova. Jo, ishte një mbrojtje, me dhe në shkëlqyer kombëtare i kishte bërë këtij takimi që do ndodhte. Do përpiqem ta shpjegoj. Sa po ndodh. Në këtë dimension desha të thoshja
që e pat Kathim Berin thoshte për i marrën si të shkoj. Se gjithë loja bëhet, çfarë po ndodh me i marrën, çfarë ndodh me paketën e maleve, çfarë ndodh me minoritetin, ku është gjendja, ku janë pronat e tjetja. Pronat, Selbi janë prona. Sepse tani, po të rifutemi referikës historike, i marrë është futur në shtetin shqiptar në 1921 nga lidhje komave me pretendimin e saj që Shqipëria do respekton të venomet. Dhe kemi ardhur në këtë fazë, në të cilën i marra, unë kam qenë 20 vjetë kryetar e Komitetit i Marriot dhe e di shumë mirë se e Sorin se si kanë shkruar gjëra. I marra, po mbet terren për sa i përket dignitetit vet, e cila nuk është e aftë të menaxhojë pronat e saj, cila do pjesë, pjesë historike e shtetit shqiptar të këtë qenë. Nuk i ka humbur në kohën e Zokut, nuk i ka humbur në kohën e diktaturës, dhe vim në një moment që territori i saj është cënuar thuajse në masën 65%. Dhe minorancë ka dalë banorët. Jemi dakord te kjo qoftë Mariotët që flasin greqisht. Qoftë shqiptarët, problemin e kanë përbashkët, nuk është për shembull. Jo, s'është i përbashkët. Investimet strategjike janë vetëm në Imar. Nuk ka investime strategjike në Republikën e Shqipërisë. Dhe nëse kemi halë të përbashkët, Imar ka shqiptar? Stavri e ke parë, Durrësin e ke parë. Dhe nëse Palasa e Imar. Dhe nëse Palasa e Imar. Pas më intereson mua se unë ka që kanë investime strategjike. Dhe nëse do të Vërnesi Imar. Nuk i futem atyre gjërave. Dhe nëse do të thosha pak që është një pjesë integrale e Shqipërisë dhe ka problematik të tillë në gjithë Shqipërinë, jo. Sepse në 4 prefekturat e Veriut, siç e caktoi dhe Rama Pardje, e tha vetë, ligji 7051 nuk është ndarë me të vjetrat. Tani unë thosh, çfarë do më thoni mua për punën e pronësisë, se unë deri këtu ne jemi të qartë që problematika më e madhe në Imar. Ai vuri minat thethit më zotëri tani, lutem, vetëm për këtë gjë se kishin ndërtuar në mënyrë arbitrare. Dhe bëri keq sepse i pati ftuar vetë gjatë fushatës, investoni, jeni djemë të zonës. Pastaj plasme, ligji 7501 është kaq e ngatruar. Jam dakord me ligji 7501 është një bombë e vërtet që ka 35 vjet që shpërthen çdo ditë. Po lëmshi madh fare. Që është nisëm e kom në maj demokracia shqiptare. Se ligji 7501 është mos gabojnë është miratu që 91-shën. Dhe është miratu nga dyja partitë. Për të vazhduar dhe 2 minuta, atje ku e la kolegja ime, çfarë parashikohet është, jam dakord me zotin Barka, që është analuar protokolli i miqësisë që do firmoste nga Çipras në vitin 2017 dhe ne jemi pa protokoll, ndërkohë që Po sot që u folë zyrtarisht për këtë pakt strategjik që ndoshta mund të jetë një ribërje paktit miqësisë. Jo, kjo duhet parë, sepse duhet parë dhe formati ndërkombëtar se si do zhvillohen ngjarjet. Vetëm dje në Kongresin Amerikan është bërë një dëgjes me kongresmenët pro-izraelit dhe pro-grek, për sa i përket përfshirjes Shtetit Bashkuar të Amerikës në aleancën Izrael-Greqi-Qipro. Kështu që duhet parë në këtë këndvështrim se si do të zhvillohen ngjarjet, edhe nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do të përfshin edhe Ballkanin perëndimor, duke përfshirë edhe Rumaninë edhe Bullgarinë, nuk e dim si do të shkojnë